Sezoni veror 2026 nis me lajme shumë inkurajuese për Malin e Zi. Sipas vlerësimeve më të fundit të Komisionit Evropian për Udhëtime, Mali i Zi është renditur si destinacioni më i vlerësuar në Evropë për reputacionin dhe kënaqësinë e vizitorëve, duke arritur rezultatin e lartë prej 9.22 nga 10 pikë. Ky sukses e vendos vendin ton përpara shumë destinacioneve tradicionale turistike evropiane dhe konfirmon se Mali i Zi po forcon pozicionin e tij si një nga perlat turistike të Mesdheut dhe Evropës. Ky vlerësim nuk është vetëm një statistik, por dëshmi e përkushtimit për cilësi, mikpritje, ruajtje të natyrës dhe krijimin e përvojave autentike për vizitorët nga gjithë bota. Në një kohë kur turistët kërkojnë destinacione të veçanta, të sigurta dhe autentike, Mali i Zi po shfaqet si një histori suksesi evropiane, duke kombinuar bukuritë natyrore, trashëgiminë kulturore dhe ofertën moderne turistike. Ministri e Turizmit të Malit të Zi, Simonida Kordiqi, dha një mesazh të veçantë mikpritje e fillimit të sezonit veror 2026, duke vizituar personalisht aeroportin e Podgoricës, ku pritej turistë huaj që mbërritën në vend. Ky gest simbolik konfirmon rëndësinë që institucionet malazeze i kushtojnë turizmit si një nga sektorët kryesor të zhvillimit ekonomik. Duke uruar mirëseardhje vizitorëve nga vende të ndryshme, ministri theksoi se Mali i Zi është i gatshëm të ofrojë një sezon të sigurt, cilësor dhe të mbushur me përvoja autentike. Ajo tha se Mali i Zi ka synime të qarta që të vazhdojë të jetë një destinacion mikpritës, modern dhe gjithnjë më tërheqës për turistët ndërkombëtar. Crna Gora je, kao što znate, proglašena za najbolje ocenjenu evropsku turističku destinaciju i to po nalazima Evropske komisije za putovanja u skladu sa stepenom zadovoljstva tržišta i sa stepenom pripremljenosti i kvaliteta turističke ponude. To govori o tome da se predan rad i povećanje kvaliteta turističke usluge, kao i gostoprimstvo, prepoznaju van granica naše zemlje. Prema svim pokazateljima i prema statističkim pokazateljima i u razgovorima sa privredom vidimo da smo na pragu jedne zaista uspešne turističke sezone. Naravno, tome je prethodio veoma intenzivan rad sa turističkom privredom, kontinuirana saradnja sa ministrima, vladama, institucijama iz mnogih zemalja iz kojih dolazi najveći broj naših gostiju i posebno naša aktivnost kroz sistem Ujedinjenih nacija. Treba pomenuti činjenicu da smo sve izazove, kojih nije malo, posebno na globalnoj geopolitičkoj sceni, prepoznali odmah, reagovali promptno kroz otvaranje novih tržišta, ali i kroz intenziviranje saradnje i vidljivosti Crne Gore na onim tržištima koja su nam relativno blizu, a koja nisu u ranijem periodu bila dovoljno brižljivo i intenzivno tretirana. Danas smo ovde da i lično dočekamo naše goste i da zajedno sa Nacionalnom turističkom organizacijom pošaljemo poruku da iskustvo i utisak svakog našeg gosta počinje onog trenutka kad on stupi na tlo Crne Gore. Naša želja naravno da naši gosti vide i iskuse i kvalitet našeg turizma, lepote naravno Crne Gore, naše gostoprimstvo i da iz Crne Gore odu sa najlepšim mogućim utiscima, ali da nam se vrlo brzo vrate. Një rol të veçantë në këtë histori suksesi ka dhe Ulqini, qyteti më jugor i Malit të Zi, i cili vazhdon të mbetet një nga simbolet më të forta të turizmit veror në Adriatik, me plazhet e gjata e të arta, detin e kristal, trashëgiminë e pasur historike, mikpritjen tradicionale dhe energjinë unike mesdhetare. Ulqini është destinacioni ku natyra, kultura dhe pushimi i përkryer takohen në mënyrën më të bukur, nga plazhi i madh deri tek kalaja Ulqinit, nga Ada e Bunës deri tek lagunat dhe bukuritë e Rivierës. Qyteti ofron përvoja që mbeten gjatë në kujtesën e çdo vizitori. Në këtë fillim sezoni, Ulqini jo vetëm që pret turist, por i fton ata të zbulojnë shpirtin e vërtetë të Adriatikut, një vend ku dielli shkëlqen më gjatë, ku deti takon historinë dhe ku çdo perëndim dielli krijon kujtime të paharrueshme. Me optimizëm, investime të reja dhe vlerësime ndërkombëtare që rendisin ndër destinacionet më të mira të Evropës, Mali i Zi nis verën 2026 me besimin se ky do të jetë një tjetër sezon i suksesshëm për turizmin, ekonominë dhe promovimin e bukurive tona në arenën ndërkombëtare.